Një dashuri që i mbijetoi kohës, sprovave, madje edhe izolimit në qeli, është ajo e Grita Dumës dhe Ervin Saljanit. Pas një viti ndarje, për arsye se Ervini ishte në burg, tashmë çifti ka filluar bashkëtesën. Burime pranë çiftit shprehen se ato jetojnë në një nga zonat më elitare të Tiranës. Gritën dhe Ervinin nuk e lidh vetëm dashuria, por edhe vizioni që kanë për të ardhmen dhe projekte që kanë së bashku. Ata kanë vendosur të suportojnë njëri tjetrin. Saljani Gritën e suporton në botën e medias dhe Grita Ervinin në politik. Edhe pse çifti ka 11 vite diferencë, mosha për to është thjesht numra, pasi kuptohen dhe kanë një komunikim mjaft të mirë. Tashmë, ish-deputeti demokrat nuk flet me doreza kur e pyesin në intervista. Së fundmi, Saljani u pyet se si ndihet një burr kur ka pranë një femër si Grita Duma, e cila është e formuar dhe e konsoliduar. Me pak fjalë, Grita është gruaja model në skenën publike shqiptare. Saljani tha se nuk mund t'i mbajë më të ndrydhura ndjenjat për partneren e tij, prandaj u shpreh. Grita mua më ka frymëzuar në politik dhe vijon akoma të më frymëzoj. Ajo është një pjesë e rëndësishme e imja dhe unë jam me shumë fat që e kam. E them me gjithë zemër, Grita është krenaria ime. Edhe pse meshkujt e kanë të vështirë të shprehin ndjenjat në publik, duke se dashuria e Saljanit për Gritën arrin të kalojë çdo barrierë dhe paragjykim të mundshëm.